Procesi i zbatimit të paketës së maleve po vijon me ritme të qëndrueshme në të gjithë vendin, ndërsa bashkitë po avancojnë me miratimin e zonave prioritare me territoret e tyre. Sipas ministrit të shtetit për pushtetin vendor, Ervin Demo, së fundmi janë edhe 4 bashki të tjera që kanë përmbyllur procedurat e miratimit, duke e çuar në 40 numrin total të bashkive që kanë përcaktuar zonat prioritare në kuadër të kësaj nisme. 4 bashki të tjera të cilat kanë miratuar në zonat prioritare, ne tashmë shkojnë në numrin 40 të bashkive. Siç kemi përmendur edhe më parë, paketi e maleve vazhdon të ketë një interes të shtuar për sa i përket aplikantëve në gjithë territorin, në 40 bashki tashmë të cilat janë shpallur me zonat prioritare. Një pjesë e mirë e bashkive shumë shpejt do të vazhdojë me miratimin të Këshillit Bashkiak dhe besoj që ky proces do të vazhdojë po ashtu javë pas jave dhe me miratimin e bashkive të cilat kanë për të miratuar akoma zonat prioritare. Demo u ndal edhe tek reforma territoriale, e cila nënvizoi se duhet të dëgjohen sa më shumë palë. Unë mendoj që mendimet e të gjithë aktorëve, patjetër duke filluar me kryetarët e bashkive, por jo vetëm, duke vazhduar edhe me anëtarët e Këshillit Bashkiak, qarqet janë të përfshira, qytetarët po ashtu, duhet patjetër të japin qëndrimet e tyre për sa i përket reformës dhe aq më shumë të japin qëndrimet e tyre për ato çfarë janë konstatuar gjatë 10 viteve të fundit në reformën e cila në një mënyrë u fut në veprim në vitin 2015. Nisma parashikohet të sjellë përfitime të shumta për bashkitë përkatëse përmes tërheqjes së kapitalit nga investitorë vendas të huaj dhe nga diaspora, rritjes së punësimit, përmirësimit të infrastrukturës, si dhe rritjes së kërkesës për produkte bujësore dhe blegtorale të zonës.